Atëherë, me që ne dy jemi një familje. Na ka vrarë babën. Hajde shkojmë i bim Serbisë o burr atëherë. Po kush ta mira Serbisë? Ti bëj voto rezolutën minimalisht. Nëse më vret voto dokumentin, ja ku e ke dokumentin votoje. Mua nëse më vret babën, ka vras. Unë të kthehem dhe të vras. Janë vrarë. Tani e dyta. Ka vrarë NATO. E dyta, me që bëm kaq makabre këtë histori. Jo, po kshu është makabre. Janë vrarë njerëz aty. Po dakord janë vrarë njerëz. Alori ka shumë transishëm për të theksuar termin genocid që në fillim për treguar rëndësinë e se pak më parë janë disa letra më shumë. Nuk e di nëse e dëgjove. Letra është gabim flogerti. Letra, më fal, letra për ta minimizuar që janë votuar rezolutat e tjera për të theksuar. Më falë, ki për asysh diçka që janë akte politike të një parlamenti që tregon qëndrimin për luftën Kosovë. Janë akte politike që janë në pjesën dërmuese nëse bëhet vetëm kjo dhe jo ashtu siç është bërë në rastet që tha Xhoj, janë simbolike. Që tregon bashkime më the thash. Po bëhet pak, për simbolikën e tregojmë pastaj. Tani ta mbaroj jo, vetëm për Open Balkan. Janë 4 shtyllat Bashkimit Evropian, liria e kapitalit që do zbatoshin edhe në Ballkan. Kjo është propaganda e Ramës, kjo që po sjell tuti. Ne po themi që ka ndodhur në realitet. Po ja po këtë po ju them pra. Edhe herë, mini Schengeni ballkaniku nisi gjë e madhe që do merrnin pjesë krejt shtetet e Ballkanit. Ndërkohë, pse iku Malizi? Pse iku Bosnia? Po lutem pra tani. Po lexoja më vjen keq. Pse Kosova nuk mori pjesë? Nuk ka qenë Abazoviçi, po nuk ka iku. Ku e kemi mini Schengenin ballkanik sot më buçi? Po nuk e Aulon. Ora ku e ke sot më buçi? Ajo ishte nisëm propagandistike kaq. Për të dhënë Serbisë rolin e liderit për ta shplar nga krimet që ka bërë, ja, siç është kjo rezoluta që nuk u votu. Tani ka i fakt tjetër, një rekord. Një rekord qeverisë një kryeministër shqiptar. Ka ndërhyr 3 herë burr tani ta marroj argumentin vazhdo. Tani vjen që po e bënin bashkëbisedim. Por unë e di që s'bie dakord me këto që do them. Unë tani vjen që unë jo bie dakord, unë thjesht jap perspektiva të ndryshme. 12 vite qeverisje. Se ato teza janë. Kosova nuk njihet nga asnjë shtet.